10 mijëra dhe 100 mijëra qytetar janë ngritur kundër regjimit, janë ngritur me kërkesa të drejta, dorëheqjen e Edi Rams dhe anullimin e atyre ligjeve që janë një shkelje flagrante e ligjeve kushtetuese të vendit dhe direktivave kryesore të Komisionit Evropian për mjedisin, për trashëgimin kulturore, për mbrojtjen e natyrës. Denoncova me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm të Edi Rams ndaj protestuesve dhe kërcënimet, talljet, fyrjet, etiketimet që i bën protestës rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi. Kërkova nga drejtuesit e Partisë Popullore dhe të pranishmit të ushtrojnë të gjithë autoritetin e tyre në mënyrë që kriza e thellë që ka përpir vendin, që tashmë ndodhet në sallën e urgjencës, të zgjidhet në mënyrë paqësore, largimin e Edi Rams, krijimin e një qeverie teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. Kjo ishte rekomandimi im dhe pat shumë interes edhe gjatë fjalës dhe pas fjalës për situatën në Shqipëri. Unë kërkova mbështetje ndërkombëtare për këto protesta, duke siguruar audiencën dhe bashkëbiseduesit se diktatorët nuk marrin vendime të drejta. Setapi i tyre psikologjik, lidhjet e tyre të tmerrshme me krimin nuk i lejojnë ata asnjëherë të marrin vendime të drejta. Ndaj dhe qytetarë shqiptar duhet të ndihmohen, nuk duhet të shkohet hapa tjerë mbrapa nuk mund të përdoret dhuna dhe asgjë ndaj tyre përveç për plotësimit të kërkesave politike.